Ndonë se jemi në muajin dhjetor, pika turistike e Thethit mbetet një nga të preferuarat e turistëve. Njësitë akomoduese, ndryshe nga vitet e tjera, kanë zgjedhur që bujtinat t'i mbajnë të hapura, duke ofruar shërbime edhe përgjatë sezonit dimëror. Kjo është pamja që ofron pika turistike e Thethit këtë ditë dhjetori. Turistë të shumtë, vendas dhe të huaj kanë zgjedhur Thethin për të shijuar bukuritë natyrore, për të bërë hiking, por edhe për të shijuar ushqimin tradicional të zonës. Hektori nga Spanja dhe Alina nga Ukraina ndodhen në Theth prej 2 ditësh. Thethin tregojnë se e njohin nga platforma TikTok, ndërsa janë të mahnitur nga pamjet e kësaj pike turistike. Jam Hektori dhe vi nga Spanja. Zgjodhëm të vim në Theth së bashku me të dashurën time pasi dëshironim të vizitonim një vend magjik me natyrë fantastike, si ajo e Thethit. Është hera parë këtu. Jam një person që i do shumë malet dhe më thënë drejtën ishim në kërkim pikërisht të një vendit të tillë. Pamja është fantastike dhe çdo gjë perfekte deri më tani. Është hera parë që vi dhe padyshim do të kthehem sërish. Unë jam nga Ukraina. Në fakt, vitin e kaluar kemi qenë në jug të Shqipërisë dhe na ka pëlqyer shumë. Në fakt asnjëherë nuk ishim qenë në veri të Shqipërisë dhe prandaj po shikoja në TikTok disa vende fantastike këtu dhe menjëherë i thash të dashurit tim që duhet të vim me patjetër këtu. Çdo gjë është shumë e bukur. Këtë sezon dimëror në Theth janë hapur mbi 20 bujtina që ofrojnë shërbim pa ndërprerje për të gjithë turistët. Nuk ka një fluks të madh siç ka vera, por ka për të marrë aktivitetin hapur, ka sa për të justifikuar bujtinën, restoranti, llomat, ka kanë fati mirë, koha shumë e mirë. Sezonin tani po zgjasim, jo si shumë vite më parë si ishte sezoni nga maj deri në tetor, tani është bën 12 muaj sezon. Ka shumë interes, normalisht tani ka interes më shumë për shqiptarëve se të huaj. Nuk është se ka shumë të huj, po prapë edhe të huj ka, nuk është se s'ka. Ne jemi munduar sa kemi pas mundësi në rrjetet sociale dhe në internet me bë promocione dhe reklam, po sigurisht informacion dën sa më shumë për me pas, sepse shumë vite më parë Thethi kanë quajtur si bllokohet rruga, skalohet, zvihet në Theth, tani fal edhe firmë që po aman bashkëpunim me shtetin si po bëhet hapja rrugës edhe bashkia ka nikuar shumë për me bë Thethin atraksion edhe dimrit, jo vetëm verë. Ne përmes që dasha mirë, e për njës që ja din vlerën e Thethit, e mikpritjes së saj jena 24 orë, si thonë 24 hapën, për me ardhë në nim, për me mikprit turist nga e gjithë bota, e jo vetëm nga Shqipëria.